refleksion quhet vepra. Edhe është karakteri i parë që kam bërë, që ka një bisedë me një mi, po është ajo biseda me demonin e vetvetes që thonë që e pranon veten, domethënë me të mirat dhe të këqijat që ke. Që miu aty supozohet të jetë si iluzion, nuk është se po bisedon vërtet me një mi. Në rastin tim nuk kam një vepër për ta shkatëruar, si themi, se veprat prandaj krijohen për të mos u shkatëruar. Dhe thjesht për ta fshehur që nuk do doje, nuk do doje ta shikoni se njerëzit mund të shikojnë një anë tënde më të brisht, më të friksuar, nuk e di. Në fakt, ndër komentet që më ka bërë përshtypje është që qenë më errët se sa të kishim menduar nga punët që kam parë te Ekspozita. Edhe akoma nuk kam parë punë më të errëta se aq. Ndoshta këto do shfaqen në një moment tjetër të fazës së jetës time ose të artit tim.